punësimi ka qenë kryefjala e qeverisë sonë dhe suksesi i zotimeve tona të përmbushura. E tash, ajo që ka nevojitet në vijim është prodhimtaria e shtuar. Prandaj 1 miliard euro do t'i ndajmë për garantimin e kredive investive të gjithë atyre që prodhojnë. Askush nuk do të ketë më nevojë që ta lë hipotekë te bankat kur merr kredi investive, tokën, shtëpinë apo veturën, sepse shteti juaj do të jetë garanci për investimet tuaja në prodhimtari. E shtesë prej 1 miliard eurove do të jenë 100 milion euro dritarja për investimet e mërgatës tonë, të cilën e presim krahapur. Superpunën për rinin, që e përmenda, do të vazhdojmë edhe me superpunën për gratë. Çdo ndërmarrje që punson një grua, pavarësisht sa ja jep pagën asaj, e nuk mund t'ja jap më të ulë se 500 euro pas një korrikut, ne do t'ja shtojmë edhe për 6 muaj rresht pagën minimale që i bjen 3.000 euro gjithsej i merr një grua kur punësohet në sektorin privat, në cilën do ndërmarrje si bonus, si shtesë pagës që ja jep punëdhënësi në atë ndërmarrje. Do të shohim mundësinë edhe për pagën e 14 në sektorin publik. Tashmë e kemi filluar dialogun me sektorin privat, që edhe bizneset private t'ua japin punëtorëve të tyre pagën e 13 dhe unë i falenderoj bizneset që tashmë e kanë bërë këtë gjë. Do t'i kemi 1 miliard edhe për ushtrim, po do të fillojmë edhe të prodhojmë. Fabrika e municionit para vitit të ri 2027 do t'i nxjerrë fishekët e parë made in Kosova në shëndetësi secili qytetar. Prej vitit ardhshëm do ta ketë një kontroll total të shëndetit. Në shëndetësinë PEJ do të investojmë 4 milion euro dhe kemoterapia do të mund të kryhet në spital PEJ-s pa pas nevojë me ardhmë në Prishtinë. Komunën e PEJ-s prioritet do ta kemi rregullimin e çështjes së ujësjellësit. Pastaj rregullimin e rrugëve tranzit në PEJ. Pastaj ndërtimin e konviktit për universitetin. Mandej, zotimin e keni nga ne për përfundimin e rrugës së Peklenës, e cila është nisur nga komuna, por e financuar nga ministria, por ka mbetur ende në gjysmë, këtë e përfundojmë. Rruga PEJ Prishtinë është duke u ndërtuar, por ja ku jemi edhe një herë para jush, në prag të ditës kur ju do t'ju drejtoheni edhe një herë kutive të votimit. Kjo me gjithë ofertat tona, e para për bashkëqeverisje që u refuzua, mandej për rokad kryetari me presidentin, pastaj që opozita ta marrin presidentin, por i patën mundësi që të na i propozojnë 3 emra, 3 propozime të tyre ku ne do të detyroheshim edhe t'ja u bëjmë në nënshkrimet, edhe t'ja u garantojmë votën, dhe në fund edhe mbështetjen për një lidere të shoqërisë civile, zonjën Feride Rushiti, si rrugë kompromisi, ne 3-4 propozime, ata po aq refuzime.